Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Edi Rama i quan zgjedhjet e 11 majit vendimtare për të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kërkon votën e opozitës për një antarësim të shpejtë. Berisha shman komentet për raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, shpërfill akuzat dhe hetimet ndaj tij për privatizimin e kompleksit Partizani. Komisioni qendror i zgjedhjeve dërgon për hetim të thelluar 16 kandidatë të partive të vogla, dyshime pas dorëzimit të formularëve të dekriminalizimit. Qeveria kërkon të jepet fundi formalitetit në turizëm. Hotelet që parapaguajnë për 65% të kapacitetit shpëtojnë nga kontrollet. Vjojmë të ndjekim gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Gjatë prezantimit të kandidatëve socialist në Gjirokastër, Edi Rama kërkoi edhe votat e opozitës për të antarësuar sa më shpejt Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Rama inkurajoi edhe drejtësinë për të vijuar pa pengesa punën e saj. Kryeministri Edi Rama prezantoi sot kandidatët e PS-s për Gjirokastrën, duke ritheksuar se zgjedhjet e ardhshme janë historike për rrugën drejt Bashkimit Evropian. Për herë të parë janë bashkuar ylli i fatit tonë me yllin e fatit tyre. Dhe jo vetëm ne duam, siç kemi dashur gjithmonë, që nga dita e parë që kemi dalë në rrugën e lirisë të bëhemi antar të BE-s, por dhe ata duan që të na kenë në BE sa më parë. Dhe ky është një moment që nuk do të thotë që do jetë i tillë në pafundësi. Është një derë që është hapur tani, për arsye që lidhen me ne, sepse kemi bërë detyrat tona. Më 11 maj, Rama më kërkon votën edhe demokratëve. Demokrat duhet bashkohen tek ajo kutiza jon aty në fletën e votimit, është dhe mund mes ajo, nuk është as pajta as djatha, është drejt. Aty sepse duhet që negociatat të mos ndërpriten as një sekond, të mos luhatet procesi as një sekond. Në mbyllje, shefi kabinetit qeveritar dha sërish një mesazh për drejtësinë. Fëmijët që lindin në këtë vend janë të barabartë para ligjit dhe që asnjë fort nuk mund dot të shkeli një më dobët duke përdorur drejtësinë, dhe liria individuale e gjithë secilit është e paprekshme nga askush që mund të ketë një pushtet caktuar. Raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, Sali Berisha e quajti pas një të re, edhe pse dokumenti fliste për hetimet ndaj tij. Berisha zgjodhi të fliste më shumë për programin e Partisë Demokratike, që sipas tij nuk duhet shfokusuar nga akuzat e Ramës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zgjodhi ta anashkalojë raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ku përmendej në mënyrë specifike hetimi i SPAK-ut ndaj tij për korrupsion në rastin e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se raporti thjesht reflektonte një fakt. Ai raport, se di se kush e shprehte një fakt, ajo ka ndodhur. Unë besoj se nuk gënjente. Të them që gënjente jo. Thoshte një fakt. Që ajo ka ndodhur dhe unë kam denoncuar atë me qindra dhe mijëra herë. Kështu që s'ishte gjatë re. Kur nga zgjedhjet na ndajnë vetëm 47 ditë, Berisha sqaroi se në fokus të strategjisë elektorale të Partisë Demokratike është programi dhe opozita nuk do të merret me rivalin politik Edi Ramën e Partinë Socialiste. Çdo kandidat, çdo aktivist i Partisë Demokratike duhet nga mëngjesi deri në darkë të merret me programin e Partisë Demokratike, të merret me shpjegimin e këtij programi, me ofertën e tij. Kundërshtari ka krijuar skenën e tij me zhapi, me hardhuca, me zhaba, tani do shtoj dhe gjarprit aty, do shtoj edhe mit, s'çaj ka ngel tjetër, pse me këto do merremi ne? Jo. Në këtë frym sot Berisha nuk foli as për kryeministrin Rama e as për kryebashkiakun arrestuar Erion Veliaj, por vetëm për një prej shtyllave kryesore të programit. Ulje nga 15 në 2% të taksës së fshitjes së pronës. Dhe për këtë qëllim,
krijimi i kadastrës fiskale për përcaktimin e çmimeve të referencës. Bie taksa rama e karburantit dhe karburantet nuk do të shiten. Në Shqipëri me një çmim që ndryshon plus minus 10% nga ai i Kosovës dhe Maqedonisë. Berisha dhe aleatët e tij kanë zbritur në fushë betejën elektorale me sloganin Shqipëria madhështore dhe një program me të cilin ata premtojnë se do ndryshojnë të ardhmen e vendit. Enkelejt Ali Beaj dhe Dashamir Shehi prezantuan kandidatët për zgjedhjet parlamentare. Drejtuesit e koalicionit Djathtas për Zhvillim thanë se do të vijojnë të mbështesin reformën në drejtësi dhe veçanërisht prokurorinë e posaçme. Koalicioni Djathtas për Zhvillim, i drejtuar nga Dashamir Shehi e Enkelejt Ali Beaj, prezantoi sot kandidatët për zgjedhjet e 11 majit. Dashamir Shehi e Ali Beaj garojnë në listë hapur, ndërkohë që pjesa e mbyllur e listës është plotësuar me emra jo politik, të cilët pritet të japin dorëheqje në rast se koalicioni fiton në 11 maj, për t'i krijuar kështu mundësinë atij që ka marrë më shumë vota të hyjnë në parlament. Për te mbështetjes për listat e hapura, i pari tjetër dallues i aleancës Shehi Ali Beaj është mbështetja ndaj reformës në drejtësi dhe SPAK-ut. Drejtësia e re përmes SPAK, BKH, GKK, ka dhënë rezultate inkurajuese në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit qeveritar. Ka krijuar vetëdijsim tek forca e ligjit. Ka rritur besimin e publikut. Ka thyer tabu politike 35 vjeçare. Në kampin opozitar në 11 maj do të garojnë 3 koalicione disa parti politike, një situatë kjo që sipas Dashamir Shehit tregon dështimin e parë të opozitës në këtë betejë elektorale. Kemi bërë deri në fund të gjithë tentativat për t'i puq grupet që mendojnë si ne. Fatkeqësisht nuk jam rritëm. Edhe kjo në një farë mënyrë është dështimi jonë. I neve që jemi këtu, rreshpar dhe e marrim ne këtë përgjegjësi. Do ishte një ditë shumë e bukur për Shqipërinë, për shqiptarët, për opozitën shqiptare, sigur të ishim gjithë bashkë. Në kampin opozitar përballë Partisë Socialiste dhe Edi Ramës garojnë aleanca madhështore drejtuar nga Partia Demokratike Sali Berisha, koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet e drejtuar nga Lapa i Endri Shabani, koalicioni Shehi Ali Beaj, si dhe Partia Lulzim Bashës dhe ajo e drejtuar nga Agron Shehaj. 16 kandidatë të partive të vogla do të hetohen në thellësi nga Prokuroria e Përgjithshme. Vendimi është marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që nuk është bindur për pastërtinë e tyre pas leximit të formularëve të dekriminalizimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dërguar për hetim të thedhuar 16 kandidatë për deputet të disa forcave politike pas dorëzimit të formularit të dekriminalizimit. Dërgimi pranë zyrës prokurorit të përgjithshëm i këtyre raste për një verifikim të thelluar, jo domosdoshmërisht presupozon që ndonjëri prej tyre mund të jetë në kushtet e ndalimit. Deklarimet që kanë bërë ata janë shkak ligjor për ne për të vijuar me këtë procedurë. Te listës së emrave të dërguar prokurorisë për hetim janë kryesisht nga forcat e vogla politike, konkretisht 4 kandidat nga Aleanca Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapajt, 2 kandidat nga Aleanca Demokracia e Re Edmond Stojkut, 1 kandidat nga koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës, 1 kandidat nga Aleanca Kombëtare Shqiptare Elena Kocaqit, 1 nga Aleanca Djathtas për Zhvillim e Enkelejt Ali Beajit dhe 1 nga Lëvizja Bashkë e Arlind Qorit, ndërsa 2 kandidat nga Partia Mundësia e 4 të tjerë nga Partia Social-Demokrate e Tom Doshit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përcaktoi edhe numrin e fletëve të votimit për secilin qark në raport me votuesin nga jashtë, duke specifikuar se bëhet fjalë për afro 245.808 votues, ndërsa fletë votimi do të prodhohen 250.724, duke shtuar 2% që parashikon kodi. Kemi mundur të sigurojmë ambientin Parkut Olimpik të Tiranës, Feti Borova, ku krahas numërimit dhe vlerësimit të votave nga jashtë, kemi parashikuar të kryejmë 3 procese të lidhura me votimin nga jashtë. Përgatitjen e dokumentacionit zgjedhor, ruajtjen dhe administrimin e votave nga jashtë deri në momentin e fillimit të numërimit dhe së fundmi numërimin dhe vlerësimin e votave nga jashtë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mundsojë shpërndarjen e fletëve të votimit në diasporë brenda javës së parë të muajit prill. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi nga Saranda bizneset që operojnë në sektorin e turizmit për informalitetin. Ai tha se hotelet që pranojnë të parapaguajnë për 65% të kapacitetit do të shpëtojnë nga kontrollet gjatë sezonit veror. Sipas kryeministrit, hyrja në Bashkimin Evropian do të rrisë vlerën e investimeve jo vetëm në turizëm.
Në funksion të përmirësimit të masave për sezonin veror, kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me sipërmarrësit e ri në Sarandë. Ai njoftoi se qeveria po shqyrton mundësinë për të bashkëpunuar me strukturat hoteliere, duke ofruar atyre marrëveshje para deklarimi me vlerë 65% nëse nuk duan të kenë kontrolle gjatë pikut të sezonit. Por ka mbrapa dhe 30% e periudhës dimrit, që bën një lloj balance për të krijuar edhe mundësinë që të vazhdojnë të mbahen ato minimumet e stafeve e tjera. Kështu që të gjithë ata që do ta pranojnë këtë marrëveshje nuk do kenë asnjë kontroll nga ana e tatimeve. Dhe paguajnë 65 dhe 30. Është bërë konsultim me operator. Për krijuar e qeverisë Saranda ka ende potencial të pashfrytzuar, sidomos në hapësirën urbane. Hapësira urbane në Sarandë është ngushtuar shumë në të shkurën, por koha na ka treguar që nuk është domosdoshmërisht diçka e pashpresë, përkundrazi. Dhe fakti që pavarësisht densitetit madh që ka Saranda, vazhdon të jetë një pikë referimi, vazhdon të jetë trend për të huajt, është shumë domethënës. Që rrugën 6 do ta fillojmë me një herë mbas zgjedhjeve. Rama është i bindur se me hyrjen në BE, vlera e pronave do të rritet 2 fish. Kështu që çdo investimi që bëni sot është një investim që jo mbas 50 vjetësh, por mbas 5 vjetësh, mbas 7 vjetësh, mbas 10 vjetësh, dhe ju jeni të gjithë 30 vjeç, 25, 35 këtu, do t'ju kthehet në një mirësi shumë të madhe. Shefi i qeverisë u ndal edhe tek Samili si destinacion më i njohur dhe i preferuar i turistëve, ku përjashtoi mundësinë që pronarët e restoranteve të administrojnë shezlongje. Rama paralajmëroi kontrolle periodike fal inteligjencës artificiale, ku do të monitorohen bizneset nga inspektori virtual për korreksinë e faturave. Një grua 61 vjeçare është qelluar me armë dhe më pas është goditur me sende të forta nga bashkëshorti i saj në Vaun e Dejës. Policia arrestoi autorin, ndërsa shkak i krimit besohet të jetë bërë xhelozia. Policia e Vaut të Dejës ka arrestuar në flagrancë një 68 vjeçar i cili tentoi të vriste bashkëshorten e tij duke e qelluar me armë gjahu dhe më pas duke e sulmuar fizikisht. Efektivët ndërhyn me njëherë pas marrjes së njoftimit se një grua nga Vau i Dejës po transportohej drejt spitalit të Shkodrës me plagë të rënda të shkaktuara nga dhuna e bashkëshortit. Me njëherë u bë i mundur lokalizimi dhe arrestimi i autorit të dyshuar Xhabir Hoxhaj, 68 vjeç, banues në fshatin Mjet. Hetimet paraprake tregojnë se Xhabir Hoxhaj për motive xhelozie ka qelluar gruan 2 herë me armë gjahu. Pasi dështoi në këtë përpjekje, ai e ka dhunuar fizikisht duke e goditur me grushte në fytyrë dhe duke dëmtuar me një mjet prerës në pjesën e qafës dhe shpatullës. Ngjarja duket e paralajmëruar pasi fqinjët tregojnë se ai kishte një sjellje të ashpër dhe shpesh të dhunshme ndaj bashkëshortes. Një gru zoj që e ka qitë i shoqi janë rënë. Shumë vazhdimisht. Shamat kanë pas ditë, natë, me e marë, me e trash, me e budale, me e këtë, me e jatë, qas ka thënë. Pashat madhin zot, aja gjyllë ma punëtore, e ma zoja për shfi, e për kanak, e me pritë me qitë, unë nuk di si me thonë për ma fartë. Nga ana tjetër, të afërmit janë shprehur të tronditur nga kjo ngjarje, pavarësisht se kushëriri i tij pranon se Xhabiri shpesh ishte i alkoolizuar. Me pika pipak. Kështu problematik me tjerë nuk ka kanë. Po kanë me të birin flash. Ndan që me të du. Po kanë grushta e me shja kam leju, mi thonë, më shi falë. Për mu janë njërës të mirë, unë e kam konat, për mu faleminderit prej ti. Mu më ka rritë fëmijë, edhe gruaja shumë e mirë. Kanë pas probleme? Nuk e di, ma kanë pas, se nëra ndoje, kanë ikë me shpinja atje. Një ati lërgë, da se të kanë pas shpjetë. Për mu, unë nuk di se qa flasë për ta. Unë, asë kam di gjoveç në dorë, e kam në gjohë se u boj i kja punë. Fatmirësisht, 61 vjeçare ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim mjekësor.
Një konflikt mes drejtuesve të dy automjeteve ka ndodhur paraditën e kësaj të hëne në rrugën OSB-e në Kamës. Sipas policisë, gjatë konfliktit, dy persona kanë goditur njëri tjetrin me sende të forta. Njëri prej tyre, identifikuar si Redi Vata, ka përfunduar në spital dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa personi tjetër ndodhet në kërkim. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se është qelluar me armë zjarri në ajër dhe plumbat kanë kapur edhe njërin nga automjetet. Lut kanë sekuestruar një gëzhoj, nuk dihet ende se cili prej personave të përfshirë në konflikt ka përdorur armën. Një i moshuar humbi jetën tragjikisht në Bulqiz, kur apartamenti i tij në katin e parë të një pallati u përfshi nga flakët. Fqinjët ndërhyn dhe megjithse dërguan me urgjencë në spital, 80 vjeçari nuk mundi t'i mbijetonte dot plagëve. Një apartament në katin e parë të një pallati në lagjen e vjetër të qytetit të Bulqizës u përfshi nga flakët këtë të hënë. Ngjarja ndodhi rreth orës 8, teksa kanë qenë banorët e tjerë të pallatit, të cilët kanë vënë re se nga banesa e katit të parë po dilte tym. Banorët kanë ndërhyrë menjëherë dhe kanë bërë të mundur nxjerrjen jashtë të një të moshuari, i cili në ato moment ndodhej brenda. I moshuari është nxjerrë në gjendje të rënduar për shkak të tymit dhe është dërguar në spitalin e Bulqizës për mjekim, por pak orë më vonë ndërroi jetë. Mësohet se në momentin e zjarrit, 80 vjeçari Xhevdet Cara ka qenë i vetëm në banesë, pasi bashkëshortja kishte dalë më herët, ndërsa fëmijët jetojnë jashtë vendit. Ndërkohë, pranë banesës ka mbërritur shërbimi zjarfikës, ku ka ndërhyrë përshuarje në flakëve, duke evituar përhapjen e tyre në apartamentet e tjera të pallatit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ende nuk e ka certifikuar rezultatin për shkak të ankesave që janë bërë në gjykatë nga subjektet politike. Vetëvendosja duket sikur po kërkon të fitoj kohë, por gjetja e partnerëve për krijimin e koalicionit qeverisës duket mision i vështirë për Albin Kurtin. Në javën e 7 pas zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, formimi i qeverisë së re duket i paparashikueshëm dhe bashkimi i forcave një proces i ndërlikuar. Në një reagim për Vizion Plus, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë tha se për të bërë certifikimin e rezultatit, do duhet të pres fillimisht vendimet e Gjykatës Supreme për ankesat që janë bërë nga subjektet politike. Aktualisht procesi zgjedhor është në fazën e ankesave ndaj rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ më 15 mars 2025. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të pres vendimet e institucioneve përkatëse, t'i zbatojë ato nëse kanë detyrime për KQZ-n dhe pastaj do të mund të procedojë me certifikimin e rezultateve përfundimtare. Gjithashtu, një nga ministrat e qeverisë në detyrë të Kurtit, Hekuran Murati, ka thënë se vetëvendosja si parti e parë po pret certifikimin e rezultatit për të nisur bisedimet. Në lidhje me këtë çështje po besoj vlen ajo çfarë ka thënë tashmë kryeministri, pra që fillimisht do të presim përfundimin e procesit të numërimit, certifikimin e rezultateve, konstituimin e kuvendit e pastaj edhe mund të flasim për formimin e qeverisë. Megjithatë, vetëvendosja duket se do ta ketë shumë të vështirë gjetjen e partnerëve për koalicion mes partive shqiptare dhe as me partitë minoritare jo serbe nuk i plotëson numrat. Si rrjedhoi, kjo parti mund të tentojë të bllokojë formimin e institucioneve për mos emërimit të kandidatit për kryetar kuvendi. Një rol pritet ta luajë edhe emri i presidentit që do të pasojë Vjosa Osmanin vitin e ardhshëm, gjë që do të vështirësonte nga ana tjetër përpjekjet e opozitës për të bashkuar forcat. Me mandatet që sigurojnë këto zgjedhje, vetëvendosja mund të bllokojë vetë me miratimin e presidentit të ri në parlament, gjë që do ta çonte vendin në zgjedhje të parakohshme. Në Kosovë janë kujtuar sot sulmet ajrore të NATO-s në Serbi 26 vite më parë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani vuri në dukje se forcat aleate goditën një regjim gjenocidal, duke shpëtuar një popull që po luftonte për ekzistencë. 26 vite më parë, NATO nisi sulmet ndaj njësive ushtarake policore në ish Jugosllavi pas masakrës së Rečakut në mars të vitit 1999. Pas 78 ditësh sulmesh, bombardimet u ndërpren në 10 qershor të po atij viti me marrëveshjen e Kumanovës, e cila parashitet tërheqjen e të gjitha forcave serbe nga Kosova. Marrëveshja u pasua nga miratimi i rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në bazë të së cilës në Kosovë u vendos një administrat, e cila menaxhoi fazën tranzitore deri në ngritjen e institucioneve vendore dhe zgjedhjen e përhershme të statusit të Kosovës.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, presidenti Vjosa Osmani tha se sot Kosova vion krenare, sovrane dhe pa lëkundur drejt një të ardhme të ndritur. 24 marsi, dita kur liria mori krah. Ishte dita kur bota demokratike nuk heshti. Dita kur aleatët e NATO-s u ngritën kundër së keqes për ta mbrojtur një popull që po luftonte për ekzistencë, i rrezikuar nga regjimi gjenocidal i Serbisë. Ishte dita kur ndaj errësirës triumfoi drita e shpresës. Zyrtarët e lartë e figura politike përkujtuan gjithashtu 26 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s, duke theksuar se Kosova mbetet mirënjohëse ndaj perëndimit dhe aleatëve që ndryshuan rrjedhën e historisë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.